Si e vlerësoni çmimin e energjisë elektrike? Si do të rregoj, se ne kuptoj çka më thon ajo, energjia. Kështu ka shumë. Po më shtrit në Evropë, më është. Se në Austri, se në Kroaci, se më shtrit është këtu. Në Maqedoni është më shtrit për gjithave. Duke marrë parasysh edhe rrogat, sa janë përballueshme faturat? Rrogat në Maqedoni janë tashti pakës kanë lëvizjes, kanë shku për para. Ama sikundra në vendet tjera jemi shumë poshtë. Standardi çmimeve i gjithë është shumë i lartë prema rrogave. Rrogat janë shumë të dobta. Edhe për përballojmë pagesën e faturave të energjisë elektrike me këto rroga? Me këto rroga, me familjen 4 çlana, 10 çlana në të normale, ai mund të paguajë deri 2800, 3000, 1800, 2000, dimnit, verës më pak, se vera nuk harxohet, ama dimnit as sikush merr pa tepër shumë. A keni njohuri për subvencionat e fundit që do t'i jap Ministria e Energjisë? Nuk. Dinar në Jo, nuk. A janë paftueshme 1000 dinar në muaj? 1000 dinar është asgjë. Ajo është sikur hin kafe kur të kush ku pagun një kafe. Pe një kafe pe meje. Çaç është. 1000 dinari nuk ka asgjë. Nuk. Ka lëpsi mirë, faleminderit për të mirë. Po sa është e kërkundi ndonjë nuk ka si çmimi totë ne. Do të thonë se ne arrim ne jemi pensioner, se ne arrim kërkundi. Shembull unë paguaj 70 euro, 80 euro në muaj. Si mund me një pension pi 20 dinar të paguash? Ku të shkosh për para? Do të thonë kjo është me të vërtet shumë çmimi i lartë. Po ajo ndoshta pak ndihmon, ama çmimi është i lartë. Çmimi duhet ulet, se përndryshe ne shkojmë në kollaps. Po të them kështu kratko atë rrimën shumë rëndimi të paguajt. Unë pavarësisht kam një lokal aty në fshat, po unë nuk kam rrimë vjen mjaft. E në mëngjes se paguaj edhe plus shpej. Pension kam një pension të vogël shumë, sigur me marrë një ndihmë sociale, jo më tepër. Po që ashtu dhe një farfeja ja qesëm qësh, ma të qesh zishë fa të qesëm. Me zort. Jo, si janë mjaftueshme të barë ka një 1000 dinar, nda anë atere veç shmunën të vajë një dikundi, a ina që kështë shumë problem ashtë, problematikë.